Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, gjithmonë ka diçka për ju. Ju mund të mendoni personin tuaj dhe nëse vërtet rezonon me ju, atëherë mund të lini komentet tuaja në këtë kanal. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do fillojmë, do hapim një kartë dhe kemi kartën e perandoreshës, që është një kartë e arkanës së madhe, që kjo është energjia juaj dëgjues. Ndoshta ju ndini në një fazë të jetës tuaj, sepse kjo kartë tregon dëmshuri, simbolizon atë planetin e Afroditës dhe simbolizon shenjën e Demit të Peshores, kështu që do jeni në do keni zhvillime të mira në lidhje me jetën tuaj sentimentale, në lidhje me dashurinë, me një njohje që keni ose me një lidhje që mund të keni. Gjithsesi kjo si kartë simbolizon romancën, dëmshurinë, por dhe bukurinë, pse jo, ju do ndini shumë emocional në lidhje me këtë njohje që keni ose me këtë lidhje, dhe është një njohje ose një lidhje që ju jep gëzim, ju jep paqe, ju jep lumturi, në lidhje me një fillim të ri që ose do ta bëni ose ju e keni bërë. Gjithsesi këtu shohim shumë ndjenja. Ndoshta mund të keni pasur edhe pengesa në lidhje me një dashuri, por ju do ndjeni paqen, do ndjeni lumturinë në lidhje me këtë njohje që ju keni. Do jeni shumë të ndjeshëm gjatë kësaj periudhe, por do jepni një lloj ngrohtësie te personi që ju jeni në njohje ose në lidhje. Gjithsesi është një energji shumë e bukur. Ndoshta ky person nuk i reziston dot kreativitetit tuaj ose hyjeshis dhe magnetizimit që ju keni. Është një energji e bukur me fillime të reja që marrin dhe zhvillime shumë të mira. Atëherë vazhdojmë. Kjo ishte energjia juaj dhe do shikojmë energjinë e personit. Atëherë në energjinë e personit shohim që jemi përsëri te një kartë e arkanës së madhe, që është karta e kryepriftit, që është vërtet një kartë e arkanës së madhe, dhe personi që kjo lidhet më tepër me shenjën e Demit, sepse kemi planetin e Afroditës këtu. Gjithsesi shoh që ky person që ju ndoshta mendoni, është një person që mendon seriozisht, është një person i pjekur, është një person i qëndrueshëm, sepse jemi te energjia e Demit këtu, por është një person që nuk hapet lehtë ndaj jush dëgjues. Nuk dëshiron t'ju lëndoj ose të lëndohet në lidhje me këtë fillim të ri, në lidhje me këtë dashuri që ju keni. Gjithsesi, kjo ju mund të ndjeni, ndoshta mund të keni dyshime, mund të ndjeni disi të bllokuar në lidhje me këtë dashuri, por gjithsesi ky person nuk dëshiron t'ju lëndoj ose të lëndohet nga ju. Ndoshta ky person është një person që nuk pëlqen ato lojrat e dashurisë, dëshiron nuk do të jetë sipërfaqësor, kërkon diçka të qëndrueshme dhe reale në lidhje me këtë dashuri. Por ky person mund të insistojë në lidhje me këtë histori dashurie. Ndoshta ose me këtë njohje që ju keni, ose edhe me këtë lidhje. Gjithsesi shoh një energji shumë të bukur dhe këtu, ndoshta ky person vërtet dëshiron t'ju dhurojë dashuri dhe një dashuri të plotë, por dëshiron të ketë edhe një histori erotike në lidhje me ju. Ky njeri kur dashuron vërtet, sepse kërkon gjëra të qëndrueshme. Dhe vazhdojmë me kartën tjetër dhe kemi kartën e të dashuruarve. Atëherë, kjo është energjia për të ardhmen e ju të dyve, ose ardhmja e kësaj dashurie.
Gjithsesi, këtu shohim një periudhë shumë erotike midis jush. Ju ndoshta dëshironi që të keni edhe një afërsi në të ardhmen tuaj, por është edhe diçka, një dashuri që ju favorizon në lidhje me këtë person. Ndoshta momente që ju të dyve mund t'ju kenë munguar në lidhje me njëri tjetrin. Këtu tregon edhe ekziston diçka, një sukses erotik, ose ju do ndjeni shumë sentimental ndaj njëri tjetrit, do keni momente shumë të bukura, do keni shumë emocione, dhe personi që ju intereson, ju ka një erotizëm të fortë ky person. Por ndërkohë ndjehet shumë entuziast, ndjehet shumë impulsiv në krahasim në lidhje me këtë dashuri. Ndoshta ju mund të keni qenë në dilema në lidhje me këtë person, mund të jenë krijuar dhe pengesa ose vështirësi për t'u kapërcyer, por gjithsesi frika e pasigurisë, frika e qëndrueshmërisë ose e ndjenjave dhe mendimeve që ky person ka, ndoshta bën që ky person të nuk e di, ndoshta dëshiron domethënë që t'i bëj gjërat duke qenë me ju, duke qenë shumë i dashuruar, duke pasur një takim së bashku. Gjithsesi, energjia për të ardhmen e të dyve është kjo. Dhe vazhdojmë përsëri në të ardhmen e largët, në lidhje me ju të dy. Dhe kemi kartën e diellit, që është përsëri një kartë e arkanës së madhe, që jep shumë fuqi këtij lehtësimi. Atëherë në të ardhmen flasim sepse jemi te ardhmja këtu, e kësaj njofje ose lidhje që ju keni. Ndoshta mund të ketë qenë diçka që ka ngecur në lidhje me ju, mund të keni pasur dhe mendime pesimiste në lidhje me këtë person, ju keni menduar që ky person ndoshta nuk ju dashuron, por shoh që është një person shumë i dashuruar, dhe është një person shumë pozitiv. Por karta e diellit tregon që midis jush dhe këtij personi tregon një situatë ose një takim shumë të ngrohtë, shumë të nxehtë, erotik midis jush. Gjithsesi, ju do hyni në jetën e njëri tjetrit, ndoshta do keni dhe kontakte me miq të përbashkët, do argëtoheni, do rilindni, do ndjeni shumë entuziazm, do keni sharm, dhe shoh që ju do hyni në jetën e njëri tjetrit. Por do vini dhe në kontakt me miq, ose me miq të përbashkët që ju mund të keni. Gjithsesi është gjatë periudhës së ardhshme ju do të buzëqeshni në lidhje me këtë njofje ose këtë lidhje, por do keni një komunikim shumë të mirë në lidhje me njëri tjetrin. Janë 4 karta, janë të arkanës së madhe dhe është një energji fantastike që ka ardhur. Dhe vazhdojmë në lidhje me pengesat që mund të përballeni ju, ose të shohim se si do jetë situata juaj në vazhdimsi, çfarë do të ndikojë tek ju për të qenë së bashku. Dhe kemi kartën e hënës këtu. Me kartën e hënës shoh që ju keni paqartësi. Këtu jemi te energjia e shenjës së gafores, kemi energjinë e hënës, mund të keni pasiguri, ndoshta mund të jeni lënduar dhe në të kaluarën tuaj, dhe mendoni që mund të ndodhi njëjta gjë edhe në lidhje me këtë njofje që keni ose me këtë lidhje, dhe mund të qëndrojnë disa pengesa në lidhje me këtë, sepse ju shoh të pasigurt, frikra emocionale që mund të keni, dhe por tregon edhe që po përballeni me situata emocionale në lidhje me këtë dashuri, ose në lidhje me jetën tuaj me këtë person, ose me këtë njofje që keni, ose me këtë lidhje. Gjithsesi, ju ndoshta mund t'i prisni gjëra ndryshe, t'i planifikoni ndryshe në lidhje me këtë person, dhe kjo lidhje krijon arrin të ketë disa jo pengesa, por bllokime më saktë, ose një lloj pasigurie dhe shqetësimi që ju mund të keni për të ardhmen tuaj. E vërteta është se kjo lidhje vështirë se mund të arrijë një lloj stabiliteti që ju ta stabilizoni, ose t'ju japi një lloj sigurie,
sepse jeni në një situatë paqartësish, frikrash, emocionale dhe ndiheni të bllokuar nga ana emocionale. Gjithsesi mund të jetë në rastin ditë mund të jetë që ju e idealizoni këtë person që jeni në njohje ose në lidhje dhe bëni ëndra të mëdha me këtë person. Ose me këtë njohje ose me këtë lidhje, me këtë dashuri që ju keni. Gjithsesi, pengesat do duken qartë në lidhje me ju, mund të keni dhe ndryshime humori me njëri tjetrin, por mund të ketë edhe pengesa që janë mund të ketë dhe prapaskena në lidhje me ju, për një pjesë prej jush. Gjithsesi, krijohet një situatë paqartësish, konfuzioni, pasigurie në lidhje me këtë dashuri. Dhe vazhdojmë, shohim energjinë përfundimtare në lidhje me ju, si do përfundoj kjo histori. Dhe kemi energjinë, kemi përsëri një kartë arkanës së madhe, kemi krye priftëreshën. Janë të gjitha kartat në fakt të arkanës së madhe që japin një fuqi shumë të madhe këtij leximi. Më falni. Gjithsesi unë shoh zbulime këtu. Ndoshta ju mund të jeni dhe pak sekrete ose të mbani një njohje ose një lidhje pak sekrete. Gjithsesi ju do hidhni dritë, sepse jemi te energji e diellit, do hidhni dritë mbi këtë dashuri. Ndoshta mund të jeni edhe mund të jetë diçka që ju mund ta distoni dhe në familjen tuaj, sepse jemi te energjia e gafores këtu, dhe që përfaqëson familjen, do me thënë që ju mund të keni dhe atë ndjenjën e familjes në lidhje me këtë person, ose të një bashkimi që ju dëshironi të bëni. Gjithsesi, këtu tregon që kjo dashuri hyn në një fazë tjetër. Ju do ndiheni më të përmbushur nga ana emocionale, do afroheni më shumë me këtë person që ju intereson. Kjo njohje ose lidhje që ju keni mund të jetë edhe një lidhje karmike. Dhe edhe pse mund të kaloj momente të vështira, sepse shohim këtu që do keni momente të vështira, por këto momente të vështira, këto paqartësi dhe këto situata mund t'ju lidhin dhe më shumë me njëri tjetrin. Gjithsesi është një lidhje karmike, ndoshta që ju lidh edhe më shumë me njëri tjetrin. Mund të ekzistojnë dhe thashë theme prapaskena, tham se jemi te energjia e gafores, te energjia e hënës këtu. Por gjithsesi ju do jeni shumë të dashuruar me njëri tjetrin. Thjesht lëreni veten të lirë në lidhje me këtë person, sepse shoh një energji shumë të bukur. Atëherë do marrim dhe tarotin romantik dhe të shohim energjinë që na vjen për të dy ju. Atëherë vëm te karta e të dashuruarve. Jemi te energjia e shenjave të tokës, nuk tham energjitë i tham pak a shumë, energjia e shenjave të tokës. Këtu kemi te dielli energjinë e shenjës luanit, energjinë e shenjës së demit. Gjithsesi, këtu përfshihen të gjitha shenjat e horoskopit. Dhe unë shoh te karta e të dashuruarve. Kemi karocën, por kemi dhe energji toke, por kemi edhe energjinë e diellit përsëri. Dielli shkëlqen për ju. Ju do ndjeni më të lumtur, do të jepni drejtim kësaj njohje ose lidhje që keni, kësaj dashurie, këtyre momenteve të veçanta që ju kaloni me njëri tjetrin. Ndoshta është një moment ku ju do jeni shumë emocional, mund të shkoni dhe në një udhtim me këtë person, por shoh që do të shikoni dhe gjërat më qartë, mbas energjisë të hënës, ku ju ndiheni akoma të paqartë dhe ndiheni të bllokuar në lidhje me këtë dashuri. Dhe shohim energjinë e diellit se çfarë na sjell, ku shoh që do jeni shumë të lumtur. Atëherë jemi te energjia e shenjës së demit përsëri dhe energjitë shenjave të tokës. Gjithsesi te karta e diellit i kemi të përfaqësohet nga të gjitha shenjat e horoskopit, po ta vini re. Domethënë bëjnë pjesë të gjitha shenjat e horoskopit. Gjithsesi ju shoh që ju do të rrihiqeni në një moment, ndoshta keni nevojë të rrihiqeni për të menduar,
si të jepni drejtim kësaj dashurie. Dhe ju shoh që mund të mbylleni dhe pak brenda vetes tuaj, por gjithsesi ju shoh që ndiheni shumë të sigurt, do jeni më me këmbë në tokë, ose ky person, se kam një energji mashkullore këtu te të dyja këto letra, kemi energji mashkullore, ku personi është duke menduar seriozisht, ka nevojë për kohën e vet për t'i menduar gjërat dhe t'i japi drejtim kësaj dashurie, sepse shohim që ndiheni shumë të dashuruar me njëri tjetrin. Dhe jemi te energjia e kryepriftëreshës, që është një kartë e arkanës së madhe, përfaqëson shenjën e demit, tham, ka planeta Afërditën këtu, dhe kemi energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të demit përsëri. Gjithsesi ju shoh që ju do besoni intuitën tuaj, ndoshta do ta mbani dhe pak sekret, çelësin e kësaj dashurie, shoh një energji femërore këtu, do ta keni ju, në qoftë se ju dëshironi ta hapni dhe ta çoni para këtë njohje ose lidhje, por gjithsesi ju shoh që jeni duke vrapuar, duke menduar se çfarë mund të bëni tjetër. Ju dëshironi vërtet të shkoni drejt këtij personi. Dhe shoh një energji mashkullore që ndihet shumë entuziast, dëshiron të ta bëj këtë fillim të ri. Ndërkohë është një person që dëshiron të fillojë nga zerua në lidhje me ju. Ndihet shumë entuziast në rastin tjetër, edhe pse ka paqartësi në këtë njohje ose lidhje, ky person është gati të sakrifikojë në lidhje me ju dëgjues. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjëjt. Dhe të shohim se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me këtë dashuri që ju keni. Atëherë, këtu jemi te energjia e shenjave të ujit, dhe ju thotë, domethënë do jetë një verë shumë e bukur, do jetë një verë simpatike në lidhje me ju. Thjesht duhet të bëni durim, thotë, në lidhje me këtë person. Dhe kjo lidhje, thotë, do kalojnë në një fazë tjetër, ose kjo njohje. Nëse ju dëshironi të futeni në një njohje të re, atëherë kjo njohje që do futeni do kalojnë në një fazë tjetër. Dhe gjithë ata që janë në njohje ose në lidhje, atëherë do kaloj më përpara në një finalizim, në një bashkëjetesë ose në një martesë. Besoni brenda vetes tuaj, thotë. Përqafoni veten tuaj, por edhe personin tjetër, ose mbështesni veten tuaj edhe personin tjetër. Është një mesazh fantastik në lidhje me ju, dhe unë do marr çfarë do donte ky person, kjo do li vet, çfarë do donte ky person t'ju thoshte. Nuk do të doja t'ju humbisja. Është një mesazh fantastik që personi do donte t'ja u thoshte ose t'ja u transmetonte, dhe kemi mesazhin tjetër. Faleminderit që ekziston, thotë. Dhe thotë të adhuroj. Dhe marrim edhe një mesazh. Dhe ju thotë, kam shumë ndjenja për ty, thotë. Kam shumë ndjenja për ty. Dhe kemi mesazhin tjetër, është e pamundur, thotë, të matesh me thellësinë e çdo oqeani në lidhje me këtë dashuri. Është një mesazh vërtet fantastik edhe ky. Dhe marrim me një mesazh tjetër, jam me fat që ju kam njohur, thotë. Jam me fat që ju kam njohur. Atëherë kjo ishte për të gjithë ju. Uroj që ta gjeni veten te ky lexim. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe një herë videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj një mbasditë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.
Atëherë dëgjojmë në video të radhës.